Gjermania nisi zyrtarisht dislokimin e parë të përhershëm të trupave të saj në një territor të ri ushtarak, që nga lufta e dytë botërore. Bëhet fjalë për një brigadë të blinduar prej 5.000 trupash të vendosur në Lituani, ndërsa Berlini lëviz për të forcuar krahun lindor të NATO-s në përgjigje të luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Ne kemi një mision të qartë të sigurojmë mbrojtjen, lirinë dhe sigurinë e aleatëve tanë lituanes në krahun lindor të NATO-s, ka thënë General Brigade Christoph Huber. Duke bërë këtë, ne gjithashtu mbrojmë territorin e NATO-s dhe vetë Gjermaninë ka shtuar ai. Berlini u zotua për vendosjen afatgjatë në vitin 2023, duke ndryshuar një qasje që kishte ekzistuar me dekada, të politikës së mbrojtjes që shmangte vendosjen e përhershme të trupave luftarake jashtë vendit. Njësia është vendosur të jetë plotësisht funksionale deri në vitin 2027 dhe përfundimisht do të bazohet në një kompleks të ri ushtarak. Lituania, e cila kufizohet me Rusinë dhe aleatin e Kremlinit Bielorusinë, e sheh masën si etike për sigurinë e saj kombëtare. Lufta në Ukrainë ka kthyer rajonin e Baltikut në një zonë të vijës së parë dhe prania e Berlinit shihet si një simbol i angazhimit afatgjatë të NATO-s. Për të lexuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në Evropë dhe me gjerë, lexojeni telegrafi.com.